Rruga do të hapet duke filluar nga dita e nesërme në orën 12. Gjatë kësaj periudhe, ne me masat që morën në këshillin teknik, pa me devijimin e rrjedhës lumit që mos godiste më poshtë hekurudhës dhe me lehtësimin e trupit të rrëshqitur, na shërbeu shumë për të bërë punën gjithë parapërgatitore që u bë gjatë këtyre ditëve për të mundësuar hapjen e trafikut. E theksoj që ishte domosdoshme pasi punimet që do të nevojiten për rrugën alternative mbi trupin, mbi lumin Shkombin dhe në krah të hekurudhës do të kërkojnë të paktën 60 ditë nga vlerësimet tona, sepse bëhet fjalë për 80.000 metër kub mbushje, 18.000 metër kub mbrojtje lumore dhe 2.800 ton shtresë asfaltike ose një sipërfaqe prej 10.000 metër katror. Pra këto shifra janë të nevojshme për të analizuar dhe nga ekspert në studi që besoj sigurisht do të keni dhe ju të ftuar, që të vërtetohet pra koha e nevojshme për krijimin e këtij aksi. Ndërkohë që ky aks do të ketë një gjatësi 1.3 km dhe një lartësi që do të variojë nga 5 metër deri në mbi 10 metër. Segmenti i ri do të jetë i hapur për të gjitha mjetet. Ne kemi 4 ditë që e mbajmë në testim në presion të vazhdueshëm me të gjitha mjetet e rënda, ku gjatë mbrëmjes djeshme janë vendosur dhe si autokolon, kjo për të bërë ngarkesën maksimale gjatë këtij aksi dhe nuk ka shfaqur asnjë lloj cedimi.